Zëvendës kryeministri Albana Koçiu ka vizituar sot qendrën e mirëpritjes në Saran, një hapësirë multifunksionale që do të hapet së shpejti dhe bashkon infrastrukturën moderne dhe standardet europiane me traditën e mikpritjes shqiptare. E shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Sarandës Oltjon Çaçi, Koçiu pa nga hapur godinën e re, ku ka 100 vende parkimi publik dedikuar autobusëve dhe makinave private. Ndërsa e cilësoi si portën e parë të mikpritjes, Koçiu shpreh se ky është një investim në një pronë të rëndësishme publike që ka të bëjë me parkimin e vizitorëve dhe turistëve që duan të vizitojnë Sarandën. Të turizmit kaotik, të menjëhershëm, por të qëndrueshëm, duke patur parasysh edhe faktin që vetëm 5 vitet e fundit kemi 2-3 fishim të numrit të turistëve që vinë dhe frekuentojnë gjithë bukuritë që ofron Saranda. Kështu që kjo është një super punë fakt dhe unë besoj fort që do t'jetë edhe shumë e dobishme dhe do t'ja ndjeni vlerën edhe në aspektin e menaxhimit nga vetë bashkia që do duhet tashmë kapacitetet tjera, efektet tjera, kapacitetet shtuara për ta menaxhuar, por ndërkohë edhe për të shërbyer pastaj edhe për gjithë ata që vinë, vizitojnë, marrin, shijojnë bukuritë e Sarandës. Sipas saj, Saranda do të ketë një parkim publik që do të menaxhohet nga bashkia dhe që jep mundësinë nga ana tjetër të kemi dhe një shpërndarje të fluksit të turistëve që vinë dhe vizitojnë Sarandën. Vetëm 5 vitet e fundit kemi 2-3 fishim të numrit të turistëve që vinë dhe frekuentojnë gjithë bukuritë që ofron Saranda ta Koçiu, ndërsa theksoi se bashkia duhet të shtojë kapacitetet për menaxhimin e kësaj qendre. Kryebashkiaku Çaçi vlerësoi se ky është një nga investimet më të bukur që ka bërë qeveria shqiptare, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Saran me mbështetjen e Bankës Botërore. Kryebashkiaku theksoi se investimi ka përfunduar, aktualisht po plotësohet me sinjalistik dhe do të hapet brenda muajit maj për të mirëpritur këtë sezon turistik. Saranda historikisht ka mirëpritur, patjetër që dhe me këtë qendrën e re të mikpritjes ne do t'i presim shumë mirë turistët që do frekuentojnë këtë qytet. Gjitha në funksion të ofrimit të kushteve sa më komode për të gjithë ata që zgjedhin të pushojnë në Sarandë, por në fakt edhe në gjithë bregdetin shqiptar. Sipas Çaçit, ky është një nga investimet më të bukur në stacionet e autobusëve, jo vetëm në Sarandë, por në të gjithë vendin.